Përshëndetje, unë jam Aldo Sulolari, kryetari i shoqatës Nexhat Albania, e cila operon në kuadër të integrimit të komuniteteve të huaja, përkatësisht komunitetit iranian, të cilët ndodhen në Shqipëri dhe të dezertuar nga kampi terrorist Mujahedin. Në fakt do doja që të bëja një deklaratë për mediat duke treguar një ndodhi që së shpejti në datën 20 qershor ka për të ndodhur në shtetin e Francës, ku organizata Mujahedine ka për të mbajtur si në çdo vit të kësaj date, çdo 20 qershor, mban një delegacion dhe një event shumë të rëndësishëm për ta, ku përkon me ditën botërore internacionale të rezistencës. Sigurisht, lidhje me këtë për komunitetin francez, për ata që do mund të na ndjekin, por edhe për mediat për cilat do mund të transmetohet ky material, por sigurisht edhe për të gjithë dashamirësit dhe mbështetësit e shoqatës shqiptare të shpëtimit, nga vetë eksperjenca ime shumë vjeçare tashmë në mbështetje të suportit të këtij komuniteti në Shqipëri, do doja të jepim opinionin unanim dhe të përgjithshëm të gjithë anëtarëve, jo vetëm timin personal, por të gjithë anëtarët, shqetësimin e tyre në lidhje me këtë situatë që ka ndodhur aktualisht në veprimtarinë e organizatës Mujahedine. Ne jemi shoqata Nexhat, në fakt një shoqatë humanitare, kulturore në mbrojtjen e të drejtave të njerëzit që vepron në Shqipëri për të mbështetur individët të cilët kanë zgjedhur të largohen nga kjo organizatë e njohur si organizata Mujahedine ose ndryshe MEK, dhe të ndërtojnë një jetë të lirë dhe të pavarur në mënyrë dinjitoze. Sot duam t'i drejtohemi opinionit publik, institucioneve franceze dhe të gjithë atyre që besojnë tek vlerat universale të të drejtave të njerëzit. Në datën 20 qershor në Francë do të zhvillohet konferenca e përvitshme e organizatës Mujahedine, e cila prezantohet si konferenca e rezistencës ndërkombëtare. Çdo vit kjo organizatë organizon aktivitete të ngjashme duke pretenduar se përfaqëson vlerat e lirisë, demokracisë dhe të drejtave të njerëzit. Por ne besojmë se para se të flitet për demokraci dhe të drejtat e njerëzit, ato duhen respektuar në radhë parë nga vetë komunitetet të cilat duan të flasin në këto klauzola dhe në këto drejtima. Pyetja e parë është drejtuar organizatës Mujahedine. Kundër kujt po reziston kjo organizatë? Dhe pyetja e dytë është sepse mijëra anëtarë të kësaj organizate kanë më shumë se 30 vite të jetës së tyre të izoluar, larg familjes, larg shoqërisë dhe pa të drejtat më bazike njerëzore. Shoqata Nexhat po punon prej vitesh me ish anëtar të larguar nga kampi i kësaj organizate në Shqipëri. Kemi dëgjuar histori njerëzore të dhimbshme dhe kemi takuar njerëz të cilët kanë folur me nënat e tyre për shumë dekada. Kemi takuar njerëz të cilët nuk kanë parë fëmijët e tyre, vëllezërit apo motrat e tyre për shumë vite. Kemi takuar individ që pas janë larguar nga organizata kanë filluar për herë të parë të jetojnë si qytetarë të lirë. E drejta për të komunikuar me familjen është e drejtë themelore dhe njerëzore. E drejta për të patur kontakte me prindërit, fëmijët dhe të afërmit është një e drejtë themelore dhe njerëzore. E drejta për të zgjedhur rrugën e jetës është një e drejtë themelore dhe njerëzore gjithashtu. Dhe asnjë organizatë nuk duhet t'i mohojë këto të drejta. Megjithatë, shumë ish anëtarë të organizatës Mujahedine kanë rrëfyer dhe dëshmuar se për vite me radhë janë privuar nga komunikimi normal me familjet e tyre. Ata kanë jetuar në kushte izolimi, në kushte kontrolli, duke humbur lidhjet më të rëndësishme njerëzore. Në botë ekzistojnë shumë organizata politike dhe shumë lëvizje opozitare dhe ka shumë kampe refugjatësh, por është shumë e vështirë të gjesh raste të ngjashme ku anëtarët e organizatave të tjera të mbahen me dekada larg familjeve nga vendet e tyre të origjinës dhe pa mundësi për një jetë normale dhe një jetë sociale. Për këtë arsye lind dhe një pyetje shumë serioze. Si mundet të organizohet një konferencë në emër të drejtave të njerëzit nga një organizatë që akuzohet nga shumë anëtarë për shkeljet e këtyre të drejtave brenda strukturave të saj? Si mundet të flitet për lirinë e popujve kur vetë anëtarët nuk kanë gëzuar lirinë për të komunikuar me familjet e tyre? Si mundet të flitet për demokraci kur individët të largohen nga organizata dhe kanë përballur jetën e tyre me presione, stigmatizim dhe sulme verbale, nga vetë organizata, por dhe nga realiteti. Shoqata Nexhat ka ndihmuar në mënyrë legjitime dhe humanitare shumë persona të cilët janë larguar nga kjo organizatë që jetojnë tashmë në Shqipëri. Ne i kemi ndihmuar të integrohen në shoqërinë shqiptare, të krijojnë kontakte me familjet e tyre, të cilat i kanë humbur tashmë prej shumë vitesh, dhe të gjejnë një jetë normale,
për të rifituar të drejtat e çdo qenie tjetër njerëzore. Ne jemi kundër këtij organizimi e cila në fakt brenda protokollit mund të jetë legjitim, por në pikpamje morale është shumë e padrejtë. Ne nuk jemi kundër konferencave apo dhe aktiviteteve, por ne jemi në favor të vërtetës, transparencës dhe respektimit të drejtave të njeriu dhe çdo individi. Prandaj ne do t'ju bëjmë thirrje institucioneve franceze që të shqyrtojnë me kujdes këtë konferencë dhe të marrin në konsiderat jo vetëm deklaratat publike të këtyre organizatorëve, por dhe dëshmitë e shumta të ish anëtarëve të cilët kanë jetuar brenda kësaj organizate dhe strukture prej shumë vitesh. Historia e kësaj organizate ka qenë një objekt debatesh, polemikash dhe shqetësime serioze ndërkombëtare. Metodat e kontrollit dhe izolimit ideologjik dhe lavazhit të trurit që janë bërë këtyre anëtarëve, izolimit të tyre nga familje dhe mungesa e lirive individuale ka ngritur prej vitesh pikpyetje të shumta. Prandaj kërkojmë që çdo pretendim për demokraci dhe të drejtat e njeriut të vlerësohet jo vetëm nga fjalët, por dhe nga veprimet konkrete të tyre. Familjet iraniane që kanë pritur për dekada për një telefonat nga fëmijët e tyre meritojnë të dëgjohen. Çdo baba dhe çdo nënë që ndodhet në shtetin e Iranit meriton të takojë fëmijët e tyre që ndodhen të izoluar dhe të shtypur brenda organizatës Mujahedine. Por Mek nuk e ka lejuar këtë gjë. Prindërit që nuk kanë parë djemt dhe vajzat e tyre duhet që të krijohet për ta një urë komunikimi sa më shpejt. Ish anëtarët që kanë rifituar lirinë e tyre tashmë, pas shumë dekadash izolimi, meritojnë të dëgjohen dhe askush nuk duhet të harrohet. Askush nuk duhet të mbetet i izoluar nga familja e tij dhe askush nuk duhet të privohet nga e drita themelore njerëzore për të patur një kaos politike. Dhe në fund, i bëjmë thirrje ambasadës franceze, me gjithë respektin për institucionet franceze, duke ditur që jeni një shtet i pavarur dhe një shtet që respekton të drejtën dhe parimet demokratike, organizatave ndërkombëtare të drejtave të njeriu dhe opinionit publik, që do ta shikojë këtë çështje me seriozitetin më të plotë dhe me përgjegjësinë më të madhe. Të drejtat e njeriut nuk mund të jenë selektive, të njëanshme apo sipas interesave tona personale. Liria nuk mund të jetë vetëm me slogane politike sipas interesave të grupimeve të caktuara. Demokracia nuk mund të jetë vetëm një fjalë e përdorur në konferenca sipas interesave personale të organizatave të caktuara, ashtu siç po funksionon organizata Mujahedine. Ato duhet të fillojnë me respektimin e themelimit të dinjitetit, të lirisë dhe të drejtave themelore të qenieve njerëzore. Ky është mesazhi i anëtarëve të bordit të shoqatës Nejat Albania, i anëtarëve dhe mbështetësve të kësaj shoqate, por dhe mesazhi im dhe i gjithë anëtarëve iranian të cilët duajnë që ky mesazh të përcillet tek të gjithë institucionet shtetërore, jo vetëm në Shqipëri, por drejtuar edhe tek organizatat ndërkombëtare për të cilat mund të ngrenë zërin për këtë shqetësim. Në fakt, kam në dorë dhe një dokument i cili do të dërgohet në zyrën e ambasadës franceze në Shqipëri, për të cilët jepet një udhëzim se çfarë po ndodh me organizatën Mujahedine, çfarë ka ndodhur në histori dhe çfarë pritet të ndodh nga të gjitha këto shkelje që ka bërë organizata Mujahedine me këta antar, të cilët pretendojnë që këtë 20 qershor përsëri të mbajnë një konferencë për këtë ditë që ata i quajnë shumë të rëndësishme. Përpara se të mbajmë konferenca politike, duhet të dimë që këta njerëz kanë nevojë në radhë parë të jetojnë të lirë dhe të zbatojnë të drejtat e tyre. Faleminderit shumë për vëmendjen dhe urojmë që të ketë një zgjidhje për të gjitha këto shqetësime që janë për këta antar që jetojnë në Republikën e Shqipërisë.